Ka përfunduar mbyllja dhe përforcimi i argjinaturës provizore në Karavastan nga mjetet eskavatore. Pas dëmtimeve të shkaktuara nga dallgëzimi i detit, ndërhyrja u realizua pas disa ditësh punimesh intensive në terren. Punimet përfshin mbylljen dhe përforcimin e një segmenti prej rreth 600 metrash të argjinaturës, duke mbrojtur tokat bujqësore të fshatit Bedat nga depërtimi i ujrave të detit Adriatik. Kjo ndërhyrje garanton funksionimin normal të sistemit të kullimit drejt hidrovorit të Karavastas. Fal ndërhyrjes emergjente është shmangur rreziku i përmbytjes së sipërfaqeve bujqësore dhe dëmtimit të kulturave në këtë zonë. Fermerët e Bedatit kanë shprehur lehtësim pas përfundimit të punimeve, ndërsa monitorimi i argjinaturës do të vijojë edhe në ditët në vijim. Institucionet përgjegjëse konfirmojnë se puna do të vazhdojë me rikonstruksionin e plot sipas projektit të miratuar. Ndërhyrja synon një zgjidhje të qëndrueshme afatgjate në mbështetje të prodhimit vendas dhe sigurisë së tokave bujqësore.